El Clasico i fundit. Ka pas shumë projekte me dorë, ka pas shumë polemika Visar, megjithëse El Clasico ka gjithmonë polemika, që kjo loja e fundit, 4-3 që ftoi Barcelona që siguroi La Ligën, kanë do, themi një, po kanë do tjera. Po dalim te ajo që ke kryesorja prekja me dorë të Chouamenit, që ke pak para se mbu, pak para fundit në fakt, 4-3. Ai ke çështu Visar. Me konë qështu, kish pas në shta temë për diskutim e thonë që sështë, për ke qështu. Në këtë rast, nëse dora nuk është qëtu, hekim dorën, topi shkon në goll. A mbron as mbron që djetë. Për mu ke penalti. Për refer, u do kështë kenjer penalti, shkoj të vari se jepi. Qa menon ti? Me dhënë mendoj që ka qenë penalti. Kjo menim jam, mos keq kuptoni. Jo, s'ki që penalti, jo golla, penalti. Po, penalti. Edhe ka qenë, më thonë, që ti bo mire demonstrove. Po tashti me këshyrë vari, me thirrë edhe referin, edhe mos më akordu penalti. Ko gja dyshim. Po ka fjallë që është i fara gjende kundër Barcelonës. Unë s'jam fort, adin pro këtë në farë konspirative, po dule një lajmë që ke goxha lajmë zyrtar, që në momentin kur ndodhi rasti tjetër, prapë me dorë i Fermin Lopezit, që kanë aksion, i ra topin dorë, që prapë ne ka qenë handball, sepse edhe në atë rast nëse topi si shrak, i ra topi jashtë. Do thonë me drejt. Po dul një pjesë e shkurt që tha që dikush aty te vari ka thonë faleminderit Zot që e preki me dorë. Kjo nëse konfirmohet, nëse det që ka qenë dikush i vari që ka thonë këto, mendoj që shkon alarm jo vetëm për La Ligën, por për futbollin si tërësi, se sa është vari kredibil, se sa ashtu duhet në vazhdu po si po në pas ndrime. A mendon që ka agjend për Real Madridin apo kundër Barcelonës apo thjesht gabim, thjesht ka ndodhur diçka që ka ndodhur? To janë llafe. Llafet kafeve. Edhe shtojmë. Se normal, s'po di qa më thonën, po ka diskutime, ka spekulime, ka gjithçka. Po veç një rast, me pas ndodh Real Madridit që ky rast, dy atë reagime, qërë, kur ka klasiko, reagime ka gjithmonë, adin është asilori që gjithkush ka reagu shumë opinioni. Pa. Opinioni publik, a vete, nuk ka reagu klubi. Real Madridi ka reagu njësën herë. E mujti 4 herë, tash adin në boba japëm hajtë spjallojnë, Superman. Po, kishë ndohë në Champions League që kjo, edhe ke loja ditën atë në kampionat, e fitum ligën. Po prap, është rast për dyshim. Po rasti. Po na intereson edhe shikues çfarë mendojnë sepse është ndoshta rasti më i famshëm për këtë La Ligë, për këtë sezon, domethënë rasti që ka mujt ndoshta më vendos titullin, sepse nëse penaltia nuk i jep, e kishte barazuar Reali, po Barcelona pothuajse u sigurua apo punë, po prap po lutem që mos pasi raste më var, sepse vari po për të mirë. Vari po për të mirë, por shumë kanë dëmtu. Je veç në La Ligë, po në Angli. Mos janë. Barcelona.